Këngëtarët e brezave të ndryshëm, gjithnjë kanë mbledhur si pleta nektarin këngët e popullit dhe I kanë rifreskuar e gjallëruar ato me shpirtin e zërin e tyre. Dashuria për këngët po e çon këtë këngëtarëm ato të këndën përmetare. Mira gjithë kam vëlla. Po. Nëse el burën për para. Kam atje çanës kushës, të të jap këta në gushë. Ana ka? Dashuria ishte një tram. Jeta I të një shkëlqimin rrezullus të saj, hijen e njerimit, brengën për ata që iknin në nuk theshin në gjirin e të dashurës, helmin e kurbetliut që shkonte në dhera të huaja duke lënë prapa një nën, një nuse dhe gjithë të dashurit të tij. Dhe mendojmë për Shqipërinë, sytë e mi me lot janë bushur në gurbet më variminë. Dashuri e nënës, dashuri e tokës, më thërët në gjumë, o pir, që nuk të shoh. Io so që fluturoni lartë në re, al mos takua atje në villa u lutem më tregoni. Të djali, sa dita shuaj malë. Në si u pak palten në vatrat tonë dhe sytë tu.
shkollore jo vetëm hymnizon, ajo bart njëkohësisht probleme shoqërore që mbushin kalendarin e jetës së përditshme. Tërë është mbushur me një qorti të lehtë. Tërë tumbon e satirizon. Gjithmonë e nisën nga pozicioni i atij dhe asaj që duhet të ndërtojnë jetën aty ku janë. Ta përsosin e t'i përkryen marrëdhëniet me njëri tjetrit. Apo kjo se daje, shkretë mojnë që daj pune mare. Kënga përmetare është e njohur në gjithë vendin. Ajo vjen e bukur dhe e pasur me botën shpirtërore të sektoreve. Ajo është e pranishme në jetën e përditshme të njerëzve dhe përbën një kulminacion të veçantë sidomos në gëzimin e dasmave që janë gëzime të gjithë njerëzve.